paralel ku ti je i pasur. Ekziston një realitet paralel ku ti je i lumtur. Ti je i pasur, i shëndetshëm, i lumtur. Ekziston një realitet paralel ku ti ke gjitha ato që ti dëshiron. Ekziston ai. Ekziston. Tash është pyetja, qysh me ardh deri te ai realitet? Qysh me kalu unë prej skamjes, prej një personit sëmur, prej një personit në depresion, prej një personit me gjitha të mungesa, si me kalu në atë realitet paralel? Duke ndryshu mendimet, duke ndryshu fokusin, duke ndryshu vibrimin e trupit, duke e ndje, duke ndryshu komplet gjendjen tane të mrenshme, vibrimin e trupit tanë.